Formacioni i mundshëm i kombëtarës për ndeshjen kundër Polonisë. Në port Thomas Strakosha, mbrojtja me 4, Mitaj në të majt, Gjimshiti dhe Ismaili në qendër, me Ysaj në të djathtë. Në mesfush Aslani dhe Sheu më të tërhequr, me Laçin pak më të avancuar. Në krah Mehmeti dhe Broja, ndërsa në majën e sulmit Muçi. Arsyet që mendoj se do të jetë ky formacion i kombëtarës ndaj Polonisë janë këto. Nisim me portën ku Strakosha është patjetër titullar i padiskutueshëm. Ky marr parasysh dhe formën e tij fantastike që po kalon në Greqi, ku në 39 ndeshje këtë sezon me AEK-un, 20 prej tyre e kanë mbajtur portën e paprekur. Në të majt Mitaj, ndoshta është pozicioni ku të gjithë ndajmë të njëjtin mendim. Qendra e mbrojtjes Gjimshiti me Ismailin. Të dy kanë kaluar një sezon të mirë në Serie A, por në vend të Ismailit mund të jetë dhe Ajeti, ku kombinohet shumë mirë me Gjimshitin dhe kemi parë që Silvinho luan shpesh me këtë dyshe. Në krah të djathtë Hysaj, edhe pse nuk ka luajtur me Lazio këtë sezon, të gjithë e kemi parë që Hysaj në ndeshjet e fundit me kombëtaren ka qenë në super formë dhe për shkak të eksperiencës së tij, mendoj se Hysaj është i duhur në krahun e djathtë. Në mesfush Aslani dhe Sheu. Mendoj për këtë dyshe pasi kemi parë që Silvinho është i fiksuar me këtë mesfush dhe nuk e ka ndryshuar shpesh. Para Aslani dhe Sheu, pak më i avancuar do të luajë Laçi. Mendoj se është ndeshja e durë për të luajtur me këtë mesfush dhe Laçi është i duri në këtë pozicion për shkak të formës së tij që po kalon këtë sezon, pasi ka shënuar 4 gola dhe ka dhënë 6 asiste. Dhe është një lojtar që ndihmon si në fazën ofensive dhe atë defensive. Në krahët e sulmit Mehmeti dhe Broja. Mehmeti në të majt do të ishte perfekt për shkak të formës që ka kaluar në Championship këtë sezon, por për shkak të mungesës së tij prej 3 vitesh, mendoj se Silvinho mund të aktivizojë në pjesën e dytë dhe në pjesën e parë të aktivizojë Bajramin ose Hoxhën. Në të djathtë Broja, edhe pse Broja sapo është kthyer nga dëmtimi, gjasat janë të mëdha që ta nisi si titullar dhe në pjesën e dytë të aktivizohet Asani. Dhe në qendër të sulmit Ernest Muçi. Duke dëgjuar dhe atë që tha Silvinho në konferencë për shtyp që shikon Muçin si një qendër sulmues, mendoj se Muçi mund të aktivizojë në qendër që të ketë një rol të lirë në fushë dhe të bëjë atë që di të bëjë më mirë dhe ka bërë këtë sezon. Si ju duket ky formacion? A mendoni se është i duhur për ndeshjen kundër Polonisë? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.